Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë dorëzoi kryeministrit Edi Rama progres raportin, i cili si shta kryeministri pranon mundësinë teknike që Shqipëria mund të mbyllë negociatat brenda vitit 2027. Dhe se ne synojmë, tha Rama, që në progres raportin e vitit 2027 të shkruhet që Bashkimi Evropian rekomandon antarësimin e Shqipërisë në BE. Do të lidhemi tani direkt me Muhamet Veliun, që ndoqi këtë konferencë nga afër. Muhamet, të përshëndes. Na trego pak më shumë, të lutem, rreth të rejave që sjell ky raport, por dhe se çfarë ka deklaruar ambasadori Gonzalo dhe vetë kryeministri Edi Rama. Atëherë, Monika, që në fillim ambasadori Gonzato vlerësoi se Shqipëria ka shpejtësinë e duhur në hapjen e kapitujve, po ashtu tha se progres raporti vlerëson se reformat janë duke u zhvilluar dhe janë duke prodhuar ekselente, tha ai, në atë si që përshkruajti çfarë thot progres raporti. Megjithatë, nëse do i bëjmë një përmbledhje të gjitha asaj se çfarë deklaroi ambasadori Gonzato, mund them se numri 1 i Brukselit në Tiranë tha se reformat duhet të vijojnë me shpejtësi, por nga ana tjetër ato duhet të jenë me kualitet dhe gjithëpërfshirëse. Ambasadori Gonzato ka ritheksuar gjetjet e progres raportit, të cilin e quajti shumë pozitiv për Shqipërinë, por ka kërkuar që të vijohet me reformën zgjedhore dhe ka ngulmuar që parlamenti duhet të zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Ka vlerësuar po ashtu reformën në drejtësi, kur tha se ka rezultate pozitive. Nga ana tjetër, ai ka shprehur shqetësimin për atë që ai quajti presione ndaj drejtësisë. Sipas ambasadorit, SPAK e konsolidoi luftën me korrupsionin dhe nivelet të larta. Ndjekim fillimisht një pjesë nga ajo se çfarë deklaroi ambasadori Gonzato për të rikthyer dhe folur për qëndrimet e kryeministit Edi Rama në këtë konferencë shtypi. Më leoni të them që në përgjithësi, raporti i zgjerimit për Shqipërinë për vitin 2025 është pozitiv. Raporti konfirmon angazhimin e fortë politik të Shqipërisë ndaj synimit strategjik të integrimit në BE si përparësia apo prioriteti kombëtar. Raporti vlerëson dhe nivelin e lartë të dëshirës dhe ambicjes për të ecur përpara negociata që vazhdon të jetë ruajtur në një nivel të njëjtë, por gjithashtu kujton se dinamika aktuale duhet të përkthehet në reforma më të shpejta në përputhje me standardet e BE-s. Raporti vëren gjithashtu faktin se Shqipëria ka vazhduar të jetë në përputhje të plotë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, një sinjal i fortë për rolin strategjik të Shqipërisë si partnere e besueshme në një kontekst gjeopolitik sfidues. Raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht, kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit vëzhgues të SBE-ODIR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësitë të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike, që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Këtë aspekt dëshiroj të përshëndes krijimin së fundmi të Komisionit të Përbashkët Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ne besojmë se puna e këtij komisioni do të jetë gjithëpërfshirëse, transparente dhe efektive në arritjen e një reforme të plotë zgjedhore. Raporti thekson gjithashtu se në lidhje me funksionimin e gjyqësorit, Shqipëria gjendet ndërmjet një niveli të moderuar dhe të mirë përgatitje dhe ka bërë disa përparime në këtë fushë. Rezultate pozitive janë arritur në zbatimin në vimësi të reformës në drejtësi dhe përfundimin e procesit gjithëpërfshirës të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkallës parë. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm, të cilët ndikojnë sferat publike dhe private dhe deri më tash përpjekjet parandaluese kanë patur vetëm ndikim të kufizuar. Po Muhamet, kryeministri Edi Rama çfarë deklaroi më tej? Kryeministri Edi Rama nisi komentin e tij për progres raportin duke thot se ky progres raport thot shumë gjëra
por në fakt thot një gjë madhore që Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur negociatat në 2027. Kryeministri Edi Rama tha se jemi të vetëdijshëm se Shqipëria ka sfida në çdo hap drejt rrugtimit evropian, si në mënyrë sasiore dhe cilësore. Top Channel e pyeti kryeministrin Edi Rama për idenë e hedhur një ditë më parë nga komisionera KOS për vendosjen në provë të vendeve anëtare drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një ide të cilën e ka hedhur ai shumë kohë më parë dhe ka mirëpritur atë, madje e quajti një qasje si një mundësi për të dyja palët për mos të krijuar probleme. Ndjekim një pjesë nga deklarata kryeministrit Edi Rama. Ky raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi së bashku me Malnezi dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duhen të bëjnë pjesë e familjes evropiane. Faleminderit Muhamet Veliu për këtë raportim të drejtë për drejtë.